Gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për Lorenz Lala, i cili dyshohet se ka luajtur rol kyç në organizimin dhe realizimin e vrasjes së Albi Bashaliut në fshatin Gjocaj Peqin në 27 dhjetor 2021. Lala nuk ka dhënë deklarata përpara gjykatës gjatë seancës së të shtunës, ndërsa prokuroria e posaçme pritet të marrë në pyetje për të sqaruar rolin e tij në këtë ngjarje dhe bashkëpunimin me pjesëtarët e tjerë të grupit kriminal. Hetimet e SPAK tregojnë se 49 vjeçari ka siguruar armët e përdorura në krim, si dhe mjetet e transportit që mundsuan largimin e pjesëtarëve të grupit nga vendi i ngjarjes. Ai dyshohet se ka vepruar në bashkëpunim me shtetasin Lajert Haxhia, Artan Tafani, Lulzim Spahia, Enrico Xhahysa dhe Bledar Berberi, të cilët janë të përfshirë gjithashtu në hetime për këtë vrasje. Sipas prokurorisë, ekzekutimi i Bashaliut lidhet me një konflikt mes grupeve kriminale në zonën e Peqinit, ndërsa për këtë akt kriminal janë paguar 50.000 euro. Hetimet po vazhdojnë për të identifikuar rolin e secilit pjesëtar dhe lidhjet e tyre me krimet e tjera në rajon. SPAK ka bërë të ditur se ky rast është pjesë e një hetimi më të gjerë mbi veprimtarinë e grupimeve kriminale në qarkun e Elbasanit dhe Peqinit, përfshirë vrasje të tjera të organizuara dhe episode të trafikut të drogës. Lorenz Lala do të qëndrojë në paraburgim deri në përfundim të hetimeve dhe vendimin e gjykatës për masën e sigurisë, ndërsa prokuroria pritet të kërkojë informacione shtesë mbi bashkëpunimin e tij me pjesëtarë të tjerë të grupit.